Lokacioni i fabrikës gjendet në Krushevc të Serbisë. Kjo fabrikë, e cila daton nga viti 1889 e që bën prodhimin e eksplozivëve, një pjesë të materialit eksplodues dyshohet se solli edhe në veriun e Kosovës. Bëhet fjalë për 152 kg të eksploziv, të cilat policia e Kosovës i gjeti para pak ditësh në një shtëpi të braktisur në Zubin Potok. TVN ka mësuar se nga hetimet fillestare të organeve të rendit, po del se eksplozivi është prodhim i kompanisë serbe Trajal në pronësi të biznesmenit serb Miloš Nenezić, i afërt me presidentin serb Aleksandar Vučić. I njëjti eksploziv është i publikuar edhe në faqen zyrtare të kompanisë Trajal me të gjitha të dhënat për të. Sipas këtyre burimeve, dyshimet janë se ky eksploziv është vendosur në këtë shtëpi që prej kohës së sulmit terrorist në banjës të Zveçanit. Eksperti i sigurisë Burim Ramadani vlerëson se ky fakt vërteton lidhjet e forta të kompanisë me pushtetin në Serbi. Prodhum nga kompania serbe Trajal, e cila është faktikisht kompani shtetërore, anipse në kuptimin zyrtar ose juridik është kompani tjetër, e cila ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me Nenezićin, edhe me Gashiqin, pra shefin e BIA-s dhe ministrin e mbrojtjes së punëve të brendshme, por po ashtu lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me Vulinat e të tjerët. Ndërkaq gazetari i mediumit serb Nova, Slobodan Đorđev, thekson se këto lidhje të kompanisë me pushtetin janë diçka e ditur në Serbi. Lidhjet me personat nga pushteti, me zotrin Gashiq, apo dikë tjetër, nga qeverisja nuk janë të pazakonta, sepse kur merret parasysh që partia në pushtet është e lidhur me gjithçka këtu, është normale që firmat e tilla të lidhen me njerëz nga qeverisja. Atë çfarë kemi konkluduar viteve të fundit është që njerëzit nga pushteti këtu duan të përfitojnë para dhe gjithçka që duan është të pasurohen duke ndihmuar firmat e tyre apo firmat e miqve të tyre. Përveç këtij eksplozivi, në 2 shtëpi të braktisura në Zubin Potok dhe Zveçan, policia e Kosovës sekuestroi edhe disa armë e municione të tjera.